Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni edhe me një të diel, jeni me mua Geraldinën, mirë po sot do t'jeni edhe me një mik timin shumë special. Është special jo vetëm për mu, që e kam mik të mirë, por është special, është i veçantë edhe për komplet Kosovën, e besa jo vetëm për Kosovën, por edhe për botën shqiptare jashtë kufive të Kosovës. Është njëri prej mjekëve më të mirë shqiptar, është njëri prej ortopedëve më të mirë shqiptar, është njëri prej ortopedëve i cili ligjeron në anë mbar botën, jo vetëm në Kosovë, bile në Kosovë edhe nuk ligjeron, në Kosovë bën operacione fantastike. Në Kosovë ka qunë kam njerëz që nuk kanë mujt me hec. Në Kosovë ka rregullu shputa të cilat kur nuk kanë guxu me e shti kamën në këpucë. Në Kosovë e kemi në spitalin Amerikan, doktor Florin Ramadani. Mirë se ke ardhur, doktore. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën dhe për kohën. Faleminderit ty, se e di sa i ngarkum je dhe e di që edhe një kohë të shkurt je t'y ardhë për 3-4 ditë në Kosovë, se për ndryshe po na vjen komplet. Po, kismet qashtu është plani, edhe disa javë do t'jem në Austri dhe ka ardhur koha më duket edhe për mu, po edhe për njerëz tjerë, edhe posaçërisht për kolegët, për shoqërinë pak me ardhë me çka të përvojë të madhe që kanë bën tash që me ju përcjell pak edhe tjerë, megjithëse jam munduar deri tash sa kam mundë dhe sa kam ditën, por ka mesi të ngushtit do t'jem shumë më prezent këtu. Natyrisht kam ende projekte me kongrese, kam familjen ende pjesërisht në Austri, kështu do të ende mirë, po profesionalisht do të fokusohem për ka mesi i ngushtit këtu në Kosovë, në Spitalin Amerikan në Prishtinë. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë ne, miq të nderuar, se të gjithë si po i bëjmë dikunja 30-35, o doktor po më dhem gjuni, o doktor po më dhem shpina, o doktor po më dhem shputa. Kështu që tash e kemi doktorin këtu, por e kemi edhe stafin të cilin e ka përgatit me vitet tana, prej që ka filluar të vi në Kosovë. Mirë po, unë para se të filloj bisedën, si e kam zakon me mysafirët e mi, unë do të dëshiroja tani të ndjekim një dokumentar të shkurtër për doktor Florin Ramadani. Doktor Florin Ramadani e nisi rrugën e tij drejt mjekësisë në vitin 1981, kur vendosi të studiojë në Universitetin e Krajovës në Rumani. Pas 6 vjetësh studimi intenziv, diplomoi në vitin 1987, duke u përgatitur për një karrierë që më vonë do ta bënte një ndër kirurgët ortoped më të respektuar në Evropë. Që në fillim, doktor Ramadani e përqendroi pasionin e tij te ortopedia dhe traumatologjia, fusha që shpesh vendosin kufirin mes dhimbjes së përjetshme dhe shëndetit të rikthyer. Dedikimi i tij e çoi drejt specializimeve të shumta dhe përvojës ndërkombëtare. Sot, ai udhëheq departamentin e traumatologjisë në Klinikum Wels Grieskirchen, një prej spitaleve më të mëdha dhe më prestigjioze në Austri. Në ndërtimin e tij, ky repart është shndruar në një qendër të ekselencës për trajtimin e traumave komplekse dhe ndërhyrjeve rekonstruktive. Por karriera e tij nuk kufizohet vetëm brenda sallës së operacionit. Ai është profesor klinik në Universitetin e Tetovës dhe profesor i asociuar në Universitetin e Lashit në Rumani. Përmes punës akademike, doktor Ramadani ka përquar njohuri dhe përvojën e tij brezave të rinj të mjekëve. Fusha e tij ekspertizës është e gjerë, nga kirurgjia e ligamenteve të gjurit te trajtimi i këmbës diabetike dhe rikonstruksioni i komplikimeve të rralla. Me dhjetra pacientë që kanë kaluar në duart e tij e përshkruajnë si njeriu që u ka kthyer shpresën dhe aftësinë për të ecur sërish.
Dashuria për vendlindjen nuk e ka lënë kurrë. Përmes bashkëpunimit me Spitalin Amerikan në Prishtinë, Dr. Ramadani ka sjellë standardet më të larta evropiane edhe në Kosovë. Në çdo vizitë të tij, ai kryen operacione të ndërlikuara dhe konsulton dhjetra pacient që shpesh nuk kanë gjetur zgjidhje tjetër. Kontributi i tij ka ngritur ndjeshëm nivelin e ortopedisë dhe traumatologjisë në vend. Si autori i shumë punimeve shkencore dhe pjesëmarrës aktiv në kongrese ndërkombëtare, Dr. Ramadani ka fituar respekt të gjerë në komunitetin mjekësor. Ai është shpesh i ftuar për të ligjëruar në kurse ndërkombëtare mbi kirurgjinë e gjurit dhe artroskopinë. Sot, profesor Dr. Florin Ramadani është më shumë se një kirurg. Ai është një shembull i përkushtimit, profesionalizmit dhe humanizmit. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një mjek që ndërton ura mes dijes evropiane dhe shëndetit të pacientëve në Kosovë dhe për histori frymëzuese të suksesit shqiptar në mjekësi, Dr. Florin Ramadanin të gjithë e kanë në maje të gjuhës. Doktore, pam dokumentari flet në vetën e tretë. Flet edhe për fëmirin tënde, flet e thot komplet Ben Apolloni, regjisori jon, biografin tënde në pika të shkurtra. Ajo çka dëshirojmë ne dhe dëshirojnë edhe shikuesit e mi ta din, fëmirin tënde, si, qysh një djalë i ri, prej Maqedonie drejt e në Austri, si ka shku, në të vërtet nuk e shku me njerë në Austri, por ke përfundu në Austri. Po mirë që të ceke, unë jam i lindun në rrethin e Kumanovës, është një fshat piktoresk shumë, cilën e du ma shumë prej kejtë e fshatit Slupçan. Pati kam bon shumë pak ko, pati kam lidhe shumë dhe tjera, përshveç tjera me që baba imi ndjerë, ati ka qenë mësuesi i parë aty dhe ka po një kontribut me dur të vete, ka ndërtu shkollën e Slupçanit. Dhe sa të kësaj dite, sa herë që shkoj atje kam dëshirë me shku aty, me që për një fshatit Slupçan në fshatin Opaj kemi ra, me që familje janë dynë se fshati Opaj është një fshat ma pjellore send, ku edhe kam kaluar fëmijën time dhe në moshën 16 vjeçare e gjysë. Një fëmijë si e çdo njeri të lidhun tash të prish me shumë emocione dhe me kënaqësi mirë, po fëmijë e rëndë me që ju e dini, në fshat ka pas me punu, kemi punu bujqësi, shkolla ka qenë për babën tem primare, por agja imi ndjeri me bujqësi për këta të ka qenë puna fizike, se atërë s'kemi pasën mjete, kemi punu me shati, kemi punu me gjitha sendet. Dhe ka qenë një fëmijë e lidhën, si të them, me kënaqësi, por edhe me vështërsi, se nuk kemi pasën luksuzin me uqu, hajde po shkojmë në Ulqin ose në Bugari ose kujdi. Do dhe kemi pas punë shumë, por puna si duket më ka majtën, si me thonë, me një vullnet shumë të madhë, dhe duke i ndjek udhëzimet e babës të ndjerit, natyrisht edhe të nanës time, cila ka qenë suportere shumë e madhe, e kam ditë që kjo ka me ardhe njerë në fund me që qëllimi i babit të ndjerit ka qenë që pa tjetër, çdo njeri prej neve me u shkollue dhe ka pas një dikcion shumë interesant, dhe ke minimum që ka kërkoj për ju me kry një fakultet, e mandej që ka boni, jeni të rritën vetë, a boni profesura, doktoratura, është po pa fakultet harroni s'keni teori me mbet. Prandaj, do të prej atyt, unë shkollën fillore kam kryer në fshatrët ku ju ceka, dhe mandej gjimnazin në Kumanov. Ishte një kohë pak si e rëndë për neve atëherë, me që edhe në disa ndryshime, si t'i dini ketë politike për shqiptarët, po saqisht ku konkretisht në gjimnazin Gocedelqër në atë kohë, ku ishte baba imi punësuar me agjën tim, me profesor Navni Deharin, që e dini të gjithë, erdhen që të shkruen landet në gjuhën Maqedone, gjithë cilën nuk e pranuan profesor shqiptar dhe bile u mbyllën edhe paralelit. Dhe kjo ishte një fillim i një sfide politike të shkollës për me mendua se ka qysh dhe tek me amajten. Dhe në atë kohë u bon edhe disa probleme shumë të mëdhaja politike, kështu që i pasuam një edhe si familje, posaçisht agja imi cili i mori disa vjetë burg, për edhe baba imi ishte i persekutum, dhe prej aty të ideja se dëshira ime ka qenë gjithmonë studimet me i bo dikun jashtë vendit. Jo që nuk e kam dashur këtë vend, se dua sot e kësaj dite mirë, po
kam pas mendu dhe kam di dhe ashtu edhe doli që jashtë këtij regionit mundem me u pasuru me dije më të madhe profesionale. Ti edhe shkollën e mesme përfundove në Kumanov. Po, Dhe pastaj more rrugën për Rumani. po, Atje ke përfunduar studimet Po. për mjekësi, por atje edhe ke doktoru. po. Si shkun studimet, si të pranuan ty si një student shqiptar, djali i ri, si e përjetove ti se vetë ke qenë? Me thonë të drejtën, ka qenë një sen shumë pozitiv në jetën time, me që sa do kudo që ne jemi një region i lashtë andej këndej, unë atje bana një shok kulturor, me që pash që bota është shumë që të ndryshe. Me që nuk e di sa e din njerëzit Rumanin, është një shtet me një traditë shumë të madhe. Për shembull Bukureshin e quajnë Parisin e lindjes, edhe me vërtet çështu duket. Dhe që them të drejtën, Rumania ishte një vend favorizues për mua, me që në atë kohë, kur e mish një bursë për studim jashtë vendit, ishin gjitha shtetet socialiste për me studiu dhe reparticioni e parë që mama ma dhanë ishte për në Kinë me shku. Ishte për mua shumë një sfidë e madhe dhe me njerë thash po, mirë po ishte puna në atë kohë që po që shkoja atje s'kisha të drejt 3 vjet të kthehem dhe 3 vjet gjuhë edhe 9 vjet studime, 12 vjet, por i kisha këtë në rregull këto punën për vete, se thoja do të vim me një kulturë dhe me një gjuhë të pasur që nuk e fliste asnjëri në atë kohë këtu, dhe me një fakultet në Kinë, për neve atëherë ishte, si me thonë, sikur sot në Harvard me kryo, se Po Kina edhe tash është? Edhe tash është. Mirë po, nona ime ndjerë, ku ndëgjoj që s'kthehem 3 vjet, tha, unë tha, po që shkon atje, tha, unë tha, kam e qitë litarin qafë, tha, kështu nuk vjen parasysh. Dhe duke pas këtë komponentën sociale dhe njerëzore dhe shkon shumë i lidhun edhe për nonën edhe për babën, atëherë duke analizuar se vetë fillova të risheshoj se cili vend është më i përshtatshëm për mua, dhe tani më u bën me dia dhe ndëgjuesve se ne kemi një origjinë të përbashkët me popullin rumun. Do thotë prej Uralit deri në Bregdet kanë qenë 2 popull, kanë qenë Frakasit, që janë dakët rumunët sot dhe ne ilirët, shqiptarët e sotit. Dhe aty duke pas dhe gjitha dokumentacionet se sa shqiptar kanë bërë shkolla, jo rastisht edhe dokumenti i pavarësisë Shqipërisë, a themeluar në shoqatën Drita, e cila është sot muzej në Bukuresht aty dhe përpyru dokumenti, atëherë vendosa edhe të them të drejtën, kam qenë shumë i lumtur me zgjedhjen që kanë bërë, se alternativa tjera kanë qenë Bullgaria, Polonia, Çekoslovakia në atë kohë, Gjermania lindore, por unë mendoj që edhe sot e kësaj dite mendoj që kanë bërë një zgjidhje shumë të mirë, se kam qenë shumë mirë i pranuar. Gjuha ka qenë shumë e lehtë për mua, me që në atë kohë flisja frëngjisht kështu sikur sot shqipën, tani kam harru pak po ende flas, dhe njohësit e gjuhës frenge kishin shumë lehtë me mësu gjuhën. Kështu që u inkuadroha shumë shpejt dhe një pozitivitet, emri Florin në Rumania shumë frekvent. Çdo i treti rumun e ka emrin Florin. Dhe unë kur e mësova gjuhën ato thoshin ti se mësova gjuhën shumë më shpejt se të tjerët. Se në vitin e parë kemi pas një vit përgatitor të ashtu quajtun, dhe grupi ka qenë shumë i përzirë, kanë pas 3 Gjerman të Gjermanisë, kanë pas një kolege të Kamerunit, 2 Libanez edhe 7 Palestinez, dhe unë për një 2 muaj fillova të flas gjuhën, ose kam lindë atje, me që kam pak prirje për gjuhë ma shumë, por edhe dëshira, edhe lidhshmëria e gjuhës frenge, edhe lidhshmëria nuk e di, e nima vetën të që s'ku me shku në shtëpi, me një shtëpi dytë në atë shtet. Prandaj isha shumë mirë i pranuar dhe sa i përket studimit në fakulteti ka qenë shumë i mirë, se ka pasën me të vërtet përgatitje shumë të mëdha dhe mënyra e studimit ka qenë shumë e mirë, s'ke pas qare pa mësu se në qoftë se nuk i ke dhënë një provim ke përsërit tanë vitin, s'ku në gjimnas. O dashtë me i fillu e krej vitin prej sefte dhe ashtu s'kam pas qarë se baba im ka thonë, më s'ka po me ardhëm ka du që ke rapi një provimit dhe s'ka pas hiq mirë kuptim për nota që ka në konë ma pak se 10 ose 9, kështu që ka qenë një presion, për dëshira ime ka qenë me studiu sa ma shpejt e sa ma mirë për me arritën qëllimit mandi për ma vonë. Mirë, baba, çka tha kur u përcaktove për Rumuni? Ishte shumë edhe ai i kënaqur me që ai ka qenë profesor i gjuhës, dhe ka njoftë shumë. Nifet si patriot. Nifet, ka shumë ka dhonë për këtë punë. Ai ishte pak më kanalizoj. Mu më vjen shumë keq flasë, nuk kam asgjë kundër slavëve,
por tha në regionet slave, tha nuk kam qef, tha prandaj tha nëse se je dakord, tha atëherë shko për Rumani, dhe unë pak a shumë edhe në ndikimin. Sigurisht në ndikimin e atij, po edhe vetë, domethënë, pata ditë që aty e kam vendi dhe që aty mbaroj. Shumë bukur. Pasi përfundove studimet? Pasi përfundova studimet, kishte një mundësi me vazhdu me një specializimin. Mirë po, ishte koha shumë e rrëmujës. Kishte ndryshime shumë dhe kisha qef të kthehem këtu, pse me që doja të vija në Prishtinë, se ju e dini, për gjithë shqiptarët, Prishtina si Meka ka qenë për gjithëve, dhe të futem në klinikën universitare në QKK, atëherë klinika, se e disha që ka nevojë për kuadra dhe posaçërisht me një bagazh tjetër se që kanë qenë prej këtuit, megjithëse ka pas atëherë shkollime prej Zagrebit e Kuedionit. Dhe u dash patjetër me shku me bë shërbimin ushtarak. Ajo ishte një si me thonë, nuk ka mund me ikë, por shkova pak gale me që nuk isha ma, se në atë kohë që ishin mas gjimnazit në unë e vetë moj pa ta bo 25 vjetë, për 26, dhe dhja që nuk mund të pësoj, me gjithë se pak se kisha me frikë se komuna e Kumanovës ma kishtë donë shumë një karakteristik të keqe, prej, se në atë kohë. Edhe prej familjes e komplet. Prej familjes që këndonë që ashtë kete, ka migjen ende në burge, ka babën ende këndej. Mirë po, isha mjek i diplomum në atë kohë, prandaj kras gjitha probleme dhe galeve dhe sfidave që kam pas, kam kaluar boll mirë se kishin nevojë për mua. Natyrisht çdo ditë në raport me shku me dorëzue oficierëve, por pasi kryeta. Ku e ke përfundu? Kam qenë 56 ditë në Novi Sad, ka qenë Akademia Ushtarake e Mjekësisë aty. Prej aty të më çu në prekomandi, thëshin atë vakt, me thonë, me të përcaktuar në Sent. Sent është një qytet shumë i mirë në kufinin mes Rumanisë dhe Bulgarisë. Shumë i bukur. Ka qenë një përvojë shumë e mirë, me që isha, ku shkova unë, i larguan gjitha mjekët dhe më lanë vetëm se mua. Dhe duke pas nevojë për mua, kalova pak ma mirë dhe ma letë. Në shumë bukur. Mas përfundimit të Mas përfundimit kuptohet erdha këtu në Prishtinë, dhe atëherë me të vërtetë ishin kohë shumë vështira, me që patnis diskriminimi shumë radikal këtu te ne. Dhe vendet për punësim, posaçërisht për jo kosovarët, ishin shumë të rënda, dhe vendet për specializim ishin shumë të kufizuara. Dhe në atë kohë ka qenë inxhinieri profesor Dr. Gazmend Shaqiri, drejtor, ka qenë shefi klinikës, dhe patën caktue proporcionin sa shqiptarë dhe sa sërbë duhet punësohen. Dhe ne me një grup përmes qeverit muj me cek lirisht doktoretën Harjetën. Po, mikën tonë të përbashkët. Mikën tonë të përbashkët, doktor Faton Hoxhën edhe disa tjerë, kemi tjenja 8 vetë, të cilën o patë premtue punësimi dhe specializimi. Dhe në atë kohë, edhe pse s'kishmi vend punë, shkojsh mirë për çdo ditë në punë volonter, disa muaj edhe shumë muaj pa pagesë, por qëllimi ishte që të mbetemi aty, me që aty unë e shifsh në potencialin tim, dhe me ndimin e disa qerve, përveç qerve, duhet të aseki profesor Dr. Zenel Kelmendin, Sadri Bajraktarin, Dr. Hasim Saliun, e shefin Osmanin, Aziz Pollozhanin, cilët gjithë na kanë suportu dhe këtë stafi atër, por këto kanë qenë lidhe dhe kur erdhëm puna që të futemi në punë dhe u punësum, atër u prish krejt klinika dhe u dasht posaçërisht unë prej të gjithëve me lëshu sa ma shpejt Kosovën, me që e disha dhe më treguan shumë njerëz që në qoftë se nuk largohem do të dalë një problem i madh, dhe unë prej aty i lash të gjithë, e kisha jetën në vajzën shumë të vogël, po i thash aty në shkoni në Kumanov të prindët unë në Kumanov në Bullgari, Rumani, edhe shkova te vllau i cili ishte atë në Zvicër. Dhe aty filloi kjo udhëtimi dhe peripetit Zvicër, Gjermania, Austri, për me përfunduar në fund në Austri. Mirë, këto peripetit që na i tha vetëm me një fjali, bën me kuptu pak ma shumë lidhur me këto peripetit Zvicër, Gjermani, Austri, për shkak se sot rinia kur shkon e ka shumë ma letë. Për shkak se shkon të djali Dajës, të djali Axhës, shkon të një dost, se aq shumë ashmush Evropa me shqiptar, sa që gjithmonë të gjindet dikush me ta dhënë krahun. Por në kohën kur
ju keni shku, nuk ka qenë bashkështu. S'ka qenë shumë e lehtë. Të them të drejtën, në çdo pikë dikun kam pas dikun dikend. Dhe posaçisht duke qenë se mos ta përmendi shumë babain tim të ndjer duke qenë, po këtë punë mundesh me thonë edhe ti për prindin tënd ose prindin tu, duke qenë mësuesi fejmi kanë thonë babës tëm, profesor fejmi, drejtor fejmi, do thotë të gjithë ka pasën në çdo vend dikun nga një nxans apo ndonjë familjar. Kurse në Zvicër pa të shku vllau im më i ri, 2 vjet më i ri se unë, pa të shku më herët se ai si duket kish pas një vizion shumë më herët se ne dhe kish kuptuar që këtu s'ka bukë. Dhe pa dalë më i ri se unë, po megjithëse ka qenë mund të them me shumë krenari studenti më i miri makineristë me vitet tona, dhe ka qenë bursist i amortizerëve, ka pasën me 24 vite, 25 në duket ka pas bërë drejtor në amortizera në atë kohë, me që ka qenë student, do me thonë, edhe ai iku në Zvicër dhe boni punë dhe unë kur shkoha në Zvicër pata ku me zatet. Mirë, po rrugtimi deri atje po vështirë me që mjetet e transportit, rreziqet andej këndej, por në Zvicër nuk ke kismet me nejt, me që atëherë lejet e qëndrimit ishin shumë të vështira, megjithëse gjetëm një vend për me punu për një klinikë psikiatrisë, ajo për mua nuk vinte në konsiderim, me që isha i bindur dhe doja që pjesë kirurgjikale du të baj. Prej aty të mandej duke pasë se në Zvicër nuk ka shkova në Gjermani, ke një kushëri i babës tim, edhe aty gjeta punë, po jo për atë çka doja dhe jo leje qëndrimi dhe rastësisht u ktheja te vllau në Zvicër dhe vllau im atëherë kishte adet me shiqur lajmet e Austrisë, nuk e di pse. Dhe unë s'dija gjermanisht atëherë dhe ai tha, pu lyp kën mjek tha në Austri. Kish pas qenë një alarm i rrejshëm se mjek specialista kishin lypur, nuk isha specialist atëherë, doja specializim. Unë dhe trenin e parë drejt te ku për në Vjenë. Një tren natën, ka qenë një udhëtim shumë me thonë sfidues me që gjus disha, se disha ku po shkoj, nuk e disha ku ka me zatet. S'dishe ku ke me fjetë. S'disha ku ka me fjetën, me gjithu pa ta mësu, me fjetë pa fjetë, rrugës në tunel, andej këndej, mo këto puni pa ta mësu, por në tren duke udhëtu një studente kish qenë aty, dhe kish pas ditë frëngjisht fatmirësisht për mua. Thash, ku po shkoni? Tha në Velës. Velës? Po, tha. Pse? Thash, veç pyetje pse. Thash, çka është ky Velës? Thash, një qytet i vogël, apo a ka spital thash aty? Tha, po, tha, ka një spital bile shumë i madh ashtu. Apo, thash, ti që ti po zbriti, tha, unë po tha, ka dal. Thash, jo, thash, ti zbrita, shkon ku dush, unë thash, do shkoj në spital. Dhe rastësia ndodhi që zbrita në Velës, dhe prej që ati u nis një periudhë dhe Velësi, deri ditë sotit mbeta në Velës. Edhe në spitalin unë kam qenë dhe kam vizitu atje dhe kemi pa ku punon, është një spital grandioz i madh, ku ke qenë drejtori klinikës, ende je, deri sa të marrim komplet këtu, nuk e ke pas letë me depërtu. Ka qenë shumë vështirë për shumë arsye. Më së pari gjuhën nuk e kanë ditë hiç gjermanisht. As 2 llafe, po. Vetëm një 2 llafe për musha, që ato që i mësoj me njerëz, si cëllit që ato i kanë ditë, po. Dhe e dyta, spitali ku punoj unë, atëherë në atë kohë ka qenë ekskluzivisht i kishës katolike i motrave të nderit. Dhe kur shkoha me lyp punë, një djali dajës babës ti merrë me mua, edhe minte aty kvazi me përkthy, pa e s'kish ditë ma hiç se unë, gjuhën. Dhe kur shkova aty, një motër e nderit, po mi merë dhonat. Si quhesh? Thash, unë thamë Florin. Florian, thash, jo, Florin. Florian, thash, okej, Florian, po. Po mbi emrin, Ramadani. Kur thash Ramadani, të bëjnë shka, thamë, se në Austri emrin mbi emri, pyetja e tretë është përkatësia fetare. Po thot përkatësinë fetare, ai djali dajës thot, thuaj që je katolik. Thash, për Zotin nuk më i thonë, thash, më i thonë që s'kam feja më katolik, jo dikur, thash, jam musliman, thash që du fut filmi. Ajo pak ashtu kështu, mirë, po fati tash, si duket pas 3 jave, ma dha një leje për punë, por jo për mjek. Se pa në servikim në Austrisë mundesh me punu si mjek, dhe në servikimin atë ko ka qenë një sfidë e madhe shumë.
kam taku kolegë të cilët kanë dash 7-10 vite për nostrifikim. Unë qatë durim nuk e kam, me që durimi nuk është pika me ime e fortja, po. Dhe e dija që në qoftë se futem në punë, ose e baj nostrifikimin në kohë rekord, ose e lo krejt. Dhe që ashtu ndodhi për me punu unë si ndimës i ndimësit në salë të operacionit. Ndimës i ndimësit. Ndimësit. Do me thonë, me... Çka ka qenë detyra ndimësit, të ndimësit? Ndimësit... Mi sterilizu mjetet, apo Jo, as që ato? Kanë punë luksoze, po të them drejten vetëm se që s'kan pas fshinsen me fshin. Gjitha, me pastru sallat, me pregadit pacientët, me që tavolin, me hek për tavolinës, që ka qenë puna, e cila ka qenë me vërtet një degradim shumë i madh. Mirë po me besimin e fort me vetën që kjo ka me qenë një sen kalimtare, i kam kalu do muj shumë të vështira, por në atë kohë isha i koncentrum në nostrifikim dhe mi ju thonë të drejten, mi ju tregu juve dhe tjerve, nashta dhe kërkuj si besohet, por për 9 muj kam bo nostrifikimin, që nuk më ga besu as spitali, as kërkush, dhe se kam thonë që kjo është dokument për fakultetit në Austril shumë që kam nostrifiku, dhe prej atit atër filloj puna e rekanalizimit për me punu si mjeka. E çka të thanë motra, pikrisht ajo motra e nderit e cila të ka marrë në pyetje herën e parë, çka të tha ajo kur ja ke pru diplomën? Unë i thash koha ime duhet më ndryshu. Drejtoresh dhe shefe e klinikës ka qenë një motër, një zojnë plot kuptimin e fjales. Një qëndrim këtë spitalin me një lapsë dhe që sot që ka bojnë në IT një 100 vetë, ajo veç me një lapsë, me fletorën. E thash Helmdrude ka pasërën, thash motra Helmdrude, thash unë thash ka bo nostrifikimin. Kujtohet si sot ajo ftyrë, ja bojnë, 9. Thash, ja, thash që dokumenti. Po ja bën gjermanisht thonë giptesnik, nuk është e mundun, thash, unë thash ju kam të regu, thash nuk është gjati, dhe prej aty, do thotë, kishte reagim shokues për ato, se kishin qenë njerëz të pritën, unë ku shkova në komision, thash sa po prita që 10 vjetë jam të bo nostrifikim. Që që 10 vjetë, tha mi kanë caktu 25 provime. Ka qenë interesant ku shkova në komision, po më pysin ato se mi caktu në provimet. Dhe unë pak jam guzimtar me foli, thash shefit komisionit, aty thash ndëgjoni, thash. Në spari thash është turp, thash që më po ullem që të thash. A i tha po e di, tha po regullat janë regullat, kështë një zotëri, një profesor, po vilja majnë menë si sot profesor Këshnicët, se më da shumë për shtypje, po. Thash një sen, thash për ju të regoj, thash, me dit ju në Gjermane, thash kretë komisioni, thash ju shtin gjep të vogël, thash. Si e thash, po. E dikura i profesori fillun me mbo pyetje për programin, dikur tha, kolegë, tha për në vjen, thash shumë marë, tha që të kemi qitë këtu, tha po, është regull, tha që tha se e në provimin dhe shko, tha graj punës. A din çka është një gjë e mirë se ti e ke ditë që din, edhe e ke pas vetë besimin, prandaj e ke pas edhe guximin me ja thonë. Në të drejten e njima veten shumë mirë, se me të të dushmu, se njeriu që është i përgatitun nuk është me rëndësia, është në Harvard, në Stanford, në Yale, ku do kohë do thotë të duhet me shku let, dhe unë e kam di që nuk ka me qenë për mua vështirë nostrifikimi, me që me të vërtet gjatë studime kam ne dhe kam mësu, kam privuar shumë veten prej kam qenë mërakli për sporte, për muzike, për atë, për këtë mirë, po e kam di që fakulteti është fakultet dhe pa mësu ditë për ditë nuk ke, posa që është një mjekësi, gjitha fakultet, për mjekësia është përveç që duhet me pasën interes, duhet me pas edhe lidhshmëri dhe punë ditë për ditë, që nuk mësove një javë, hinë depresione, se më lidhë qash materiali madhë që mo nuk din ku e ki komë dhe ku e ki kohë. Edhe ju mjekë gjithmonë duheni me ba update se gjithmonë del diçka e re. Mirë, e nostrifikove diplomën, tani u fute si mjek. Ishte shumë interesant se unë përpara bëja kujdestaria si ndimësit. Dhe më kujtohet si sot e pa ta ditë që e kam bërë nostrifikime dhe kisha kujdestarin e fundit, një të djele. Dhe ka qenë vera, shumë punë verës ka në traumatologi. Për një kolega aty që ishte, tha, leket punë kape, tha, pacientin. Thash, ja, thash, me kam lutëm, tha, kape ndimona, tha, se e di, tha, që e din këtë punë ma mirë se ne. Dhe që të fillua pak dhe të nesërmit, nuk e dinin, tha, shokët e mi, motra të lezerit medicinal, dhe më këshin caktu me njërë në salë të operacionit. Dhe kur shkohen, tha, ku je ti? Thash, që këtu janë, po? Dhe një motër e cila nuk më trajtoj ke shumë mirë për i nati, se a e di ke që unë jam mjek dhe që ka me qenë fundi, tha, në salë i caktu, më thash në salën nëmër 3, thash, dorëzat i kam nëmër 8.
Ajo bon një blackout, ati tha, qka, thash, dorët nëmër 8, thash, si, thash, po vjen shumë kesh, thash, prej sotit kam ndryshu punë. Doja kam ndryshu, thash, që kam thonë konkret të saj nuk për ju thomë se nuk është edhe për publik me thonë, mirë po i kam thonë një laf që met ajo pa tekst, me të reguë që ne nuk dozohemi dhe diplomën nuk ta merë, dijem së mund me ta marë askushi, që ajo është, do thotë, por ka qenë një shok për gjithë, një gëzim për mua, se me vërtet fillova atë që kam bo dhe që e dija që kam e bo ta njëta që jam ajo dhe nditë sotit. Mirë, fillove si mjek, mirë, po nuk përfundove vetëm si mjek. Unë fillova aty se ende kisha mendimin se kur shkova atje thash unë kam u kthy në Kosovë, në Prishtinë. Dhe ne në atë kohë profesor Gazmend Shaqiri me stafin kishin dëshirë me hap kardiokirurgjinë, se ishte mungesë atëherë. Në këtë qendrat ne s'kishim dhe aty na pat para pa mu Harjetën, Fatonin edhe të tjerë me një si staf i ri për me qelë kardiokirurgjinë dhe ne e kishim Andër Vileon Kristian Barnadin, cili ka bon transplantimin e parë të zemrës, e kisha idol në atë vakt dhe ondre shifsham duket, po. Dhe atër pa ta shkua që me dëshirë për me bon këtë kardiokirurgjinë. Dhe një ish shef i imit, cili ti falenderoj për gjithë shka në karrierën time, një prej ditëve tha, Florin tha, ti tha, çka dënë me bon specializim? Thash kardiokirurgji. Po, po, pse? Thash, unë thash du mu këthy, thash në Kosovë, thash në Prishtinë, thash se për atje të kam ardhë. Thash ne nuk kemi kardiokirurgji atje, thash duhet të hapim, e nështë e kry këtu dhe jam hazër, për atje dhe i ndihmoj shumë. Tha gabim e ke, tha, atër ishte lufta këtu, ishin probleme këtu, tha ju, tha keni tha lufta në Kosovë. Luftë keni në Maqedoni dhe keni me pas. Tha ju keni nevoj, tha, për traumatolog ma shumë se për... Thash, po është e vërtet, tha din. Por aty ishte një dezavantash se ai prishin shumë njerëz për specializim. E majnë në atë kohë në mend 27 kandidatë të lajmëruar, austriak të gjithë kuptohet, po. Dhe unë me prit 27 vetë, një 27 në rend, nuk dashke me jetu një 500 vjetë për mbarë në rend aty, dhe qatë kohë nuk e kisha. Tha, 24 orë, tha, ke kohë më mendu, tha, dënë me bon, tha, ortopedi dhe traumatologji. Thash, po vjen shumë kesh, thash, po unë thash, nuk kam kohë me prit, shumë, thash, se nuk e kam 20 vjetë, nuk i kam 23 vjetë. Thash, pse? Thash, po i keni 27 në listë, tha, unë vendosi, tha, ka e marrë. Dhe tha, ti e tha prioritet, tha, se kam dëshirë me të pasën staf, tha, se i kam pa aftësitë e tua. Dhe shkova në shtëpi, pa e me du shumë, thash, që kjo është për mua, dhe që ati kam fillu dhe sot e kësaj dite këtë përgatit. Praktikisht, të themi kështu, profesori yt ta ka determinu në një farë mënyre, A ishte vendi se dashuria jote e parë ka qenë kardiokirurgjia. Po. E di që nuk je pendu, për shkak se një njeri që pendohet edhe nuk arrin atë çka e keni arrit ju sot. Ju jeni, të themi kështu, mjeku më i mirë sa i përket smundjes së shputës së kamës, edhe komplet kësaj pjesës, edhe tanë referohen, ka thënë doktor Florini. Ka thënë doktor Florini, sa punë është dasht që me ardhë në këtë pozicion edhe me u citu doktor Florini. Ka qenë punë shumë e mundishme dhe kanë qenë investimi viteve tona. Edhe kohor, edhe financiar, se nuk të afron kurkush, me thonë që për t'japë 10.000 euro shko dikun. Ka pas shumë qëndrime jashtë vendit, jashtë Austrisë. Ka qenë punë shumë e rëndë, me që në atë kohë, përveç që kam vizitu disa qendra evropiane, ku kanë qenë emrat njoftën të shputës, se për me mësu shput, ose gjuhë, ose çfarë do koftë, pa pas një mentor, një mësus të madh, nuk mundesh me mësuën. Dhe duke vizitu shumë qendra, po tanë kohën duke më suportuar mentorim doktor Ortner, dhe e dija që pa e kaluën Atlantikun nuk kam e arrit atë që duhet më kompletu, dhe përmes qerave shkova dhe në Amerikë disa herë. Po në Chicago keni? Në Chicago kam qenë, në San Francisco, në Palo Alto, ka qenë në Stanford aty. Dhe aty i kam mësue bazat e shputës, e shputa është një kompleks shumë i rëndë, me që dora dhe shputë janë shumë të rënda. Me dorë flasim dhe mendojmë, me shputë si të qosh kontaktin e parë, edhe fëmijët kur lindin, kur bojnë hapin e parë në shputë. Dhe aty
u dash me mësu shumë biomekanike të funksionalitetin e shputës, dhe posaçisht me kohë duke pa që është një mangësi në tërë Evropën, posaçisht shputa diabetike, dhe duke pa një vrim shumë të madhe që pacientët janë pa trajtuar, përveç kreta tjerëve janë fokusuar shumë shputë diabetike dhe kanë bërë një punë shumë të mirë për veti, edhe nacionalisht dhe ndërkombëtarisht, dhe me disa sende unë me qenë shumë krenar se kam, më duket s'ka dikush që ka operu qatë shputa diabetike se kam operuar. Sot njiheni si njëri ndër ekspertët e rrallë, jo vetëm në Evropë, po edhe në botë për shputën diabetike. Për numrin e operimeve të suksesshme të shputës diabetike, por edhe me risit që i keni sjell në kuadër të këtyre operimeve. Unë e di që shumë punë, shumë përvojë, por a lodhesh? A të lodhin pacientët? A mërzitesh ndonjëherë kur ndodh që nuk ka rezultat për shkak se diabetikët din me abuzu me shëndet, din me hongër baklava ma shumë se që duhet. Do me thonë, ose rezistenca insulinës nuk e kanë rregull ashtu, e din ndonjëherë edhe me shku në të keq. A mërzitesh? A lodhesh? Këto janë jo vetëm se në shputë diabetik, po çdo mjek, çdo kirurg posaçisht, në qoftë se një pacient dështon, po them kushtimisht, ndoshta jo me gabimin ose jo me profesionalitetin e mjekut, është një send i cilin e bartë në shpirt. Dhe jo rastisht vdesin shumë kirurg ma herët se të tjerët, me që puna e kirurgut është një punë shumë e rëndë se me marrë përgjegjësinë, me ardhen me ta falë shëndetin dikush. Mos flas për shputën diabetike, e cila është e determinuar me shku keq. Me që janë faktorët të cilët e bojnë kështu. Natyrisht që të ngarkojnë shumë, mirë po edhe sukseset të përtrinë. Tani, në shputën diabetike ka qenë pak më vështirë se i dim që shumë shputa shkojnë me komplikime dhe mbarojnë me amputime. Dhe me amputu një shputë është një tmerr, me që dëshira e kirurgut është me mbajt segmentin. Por natyrisht ka sfida edhe ka kufi të cilat për të cilët nuk mund të shkojmë, fatkeqësisht disa mbarojnë edhe me amputime, por kohën të cilën duhet me marë për gjithë pacientët, por posaçërisht për pacientët diabetik është shumë e madhe, se unë e kam një të thonë pacienti diabetik të përcjell deri në varr. Ai nuk, edhe pse shërohet, vjen apet, kthehet apet. Ama ndihmën të cilën i afrohet pacientit diabetik është e pakrahasueshme me që një pacient i cili i ka këmbë të hapuna, populli thonë varr të hapuna, me qelbosje, me gjak, me sen as familjar nuk e dojnë. E leje mos flas më shteti. Janë probleme socioekonomike, njerëz të cilët i kushtojnë shtetit, posaçërisht në shtetet e perëndimit ku shteti paguën sigurim. Pacienti me mujtana nuk shkon punë, është i punësuar zyrtarisht, merr të ardhmë mënyrë dhe do thotë janë sene të cilat në momentin kur shërohet një shputë diabetike është një kënaqësi shpirtërore enorme edhe për vetin, por edhe për pacientin i cili pas shumë kohës nuk ka nevojë për çdo të më shku me lidh shputën, me hec pak më me komfort, me hec pak më mirë dhe më lehtë. Doktore, e shoshitëm një pjesë bajagit madhe të rrugtimit tënd, unë tani do të shkëputesha këtu, do të ndjekim miq të nderuar recetën e Olës, kthehemi te doktori, te doktor Florin Ramadani, për shkak se i komet bërsh një SMS me ja dërgu, që ky t'ja dërgoj miqve të vet. Ju e dini që është fjala për SMS-in pa zarar. Përshëndetje shikues të nderuar. Për ju sot kam një recept shumë të mirë, e cila gatuhet me panxarën e kuq, do të thonë diku rreth gjys kilograme panxarë të kuq, një patate e madhe, një qepë kuqe, erëza të ndryshme, vaj dhe kuxhë tjetër. Në tenxhere vënë pak vaj dhe fillimisht i fërgoni qepët. Pastaj ashtoni patatet. I përgone edhe kështu pak një minutë të dy. Pastaj jashtoni panxarën e kuq. Nëse doni me u bo ma shpejt supa e panxarët, atëherë mundeni lirisht pa i qiru fare damas me i zi panxarën deri në pa ndo, pa e pre, pa e qiru, pa kuxha ashtu komplet, vetëm me kryt,
e zyni një gjysore. Pastaj e qironi dhe e bani kështu me kocka. Ose mundeni direkt me qitu, por duhet me zi pak ma gjatë. Dhe me thonë duhet me zi dikon rreth 45 minuta. Ishte një pak oregano dhe borgjidok. Sa për aromë. Dhe ta shishtoni ujë, deri sa të mbulohen të gjitha këto, dhe i leni me uzi, pasi unë e kom zi ma herët panxarin, e leni me uzi deri sa të zi patatja, dhe me thonë për apërsisht dikun 15 minuta. E mbuloni, e ulni temperaturën dhe e leni të zihen. Shikus të ndërrua, panxari kuq është jashtë zakonisht i shëndetshëm. Na zakonisht kemi mësu me pi atë lagën e panxarit, kemi mësu me hongër si salat, por panxarin e kuq thjesht mund ta përdorni pothuajse si për çdo gjë siç është përdoret patatja. Është jashtëzakonisht i shëndetshëm, është i mirë, prandaj gjeni receptat e ndryshme, unë do të mundohem ju jap edhe receptat e mia me panxarin e kuq sepse e adhuroj shumë, prandaj është kjo një supë jashtëzakonisht e mirë dhe shëndetshme, të cilin mund ta përgatisni nga panxari kuq. Tani këto bashkë janë zi dhe mundemi kalu me blender. Dhe tashti, masi e kemi përzi me blender, vrem sa është dentësia e supës dhe mundeni me shtu lirisht edhe pak ujë deri sa mendoni që është mjaft për shijen e juaj të jetë supa e hollë. Dhe që kjo është mirë. E ngrisim pak temperaturën me marrë një val. Dhe supa është e gatshme për me servir. Thjesht, ngjyra e saj tregon që është plot shëndet. Prandaj, unë kisha preferu ta provoni këtë recetë. Kësaj supës mbi mundeni me ashtu vaj ullirit, por preferohet ose pakajk, ose jogurt, ose qumsh. Magdanoz apo kopër apo çka do që dëshironi vetëm pak. Dhe kjo supë e shëndetshme, e mirë, e lehtë dhe çka është më me rëndësi shumë pak e kushtueshme. Unë me këtë supë të mirë, ju përshëndes duke i ruar gjithë të mira. Ja dërgova doktores SMS-in pazarar dhe derisa doktori ja dërgon miqve të vetë, unë do të preferoja miq të nderuar që ta ndjekim recetën e Rudit. Mirë se ardhët miq të dashur në këtë diell fantastike. Sot kemi me përgatit një recetë pak më ndryshe se jenave tjera. Kemi me bu një krem që zihet me shije të çokoladës, të cilën do ta vendosim në gotë. Krejt çka na duhet është qumshte, diçka rrezova, po s'ka rëndësi. Një sasi të vogël të qumshtit e vendosim këtu. Pjesën tjetër të qumshtit kemi me vendos për vlem. Po e lëshojmë me rëndësi. I ndojmë të bardhat e vezëve nga të kuqet. Neve na duhen vetëm të kuqet. Të bardhat nuk na duhen. Ju mundeni me i rujt në frigorifer deri në një javë. Mu nuk më duhet, kështu që po i vendosi edhe këto pjesë që s'më duhen. Vendosim dorëzat e pastra. Derisa të vlën qumshti, neve na duhet që ta masim edhe sasinë e një shestës. Kemi telin e dorës, në këtë enë këtu kemi vendosë sasinë e një shestës. Kush është adhurusi pudingot, ju garantoj që kjo ëmbëlsin kam ju pëlqy shumë. E kemi edhe sheqerin. I përzim me tel dorës, derisa masa përzihet plotësisht. Qumshti ka fillu të vloj dhe sasinë e vezëve vendosim te pjesa e qumshtit dhe përzim vazhdimisht në mënyrë që mos të kapet veza. Nuk është në temperaturë të lartë, pasi që shumë shpejt mundet me u ngjit
krema, kështu që e përzim derisa të filloj të troshet. Nuk ka nevojë edhe me u trosh shumë, pasi që kemi ashtu edhe çokoladën e zezë edhe çokolada e forcon pastaj si krem. Kësaj mase mundeni me i shtu shije të ndryshme, si të arrës, të bademit, të lajthis, ekstrakt të vanilës, varësisht të shijes çka ju pëlqen më shumë. Është e rëndësishme që kur të përzini me tel të dorës, mos me i dhon dorës kështu me krah, pasi që ju lodhë dora shumë shpejt, mirë po vetëm me pjesën e kyçit të dorës. Ka fillu krema të troshet, kështu që jemi gati në përfundim të saj. E ndalim nxehtësinë. Dhe ja, krema është e gatshme. Stelçojmë nxehtën tavolin, po e shojmë. Ja shtojmë sasinë e çokoladës. Çokolada shkrihet nga nxehtësia. Unë e preferoj shumë çokoladën e zezë që të jetë paktën 55% gjallë kakao. Krema është e gatshme. Për adhuruesit e pudingut, kjo është fantastike. Nëse rastisht s'keni puding shpe, e keni qumshtin, vezët, një shestën, sheqerin, mundeni me përgatitur mbëtsira. Dhe tani i marrim biskotat, i vendosim në fund të pjatës. Unë si adhuruese e biskotave të bluara, të fillon të përdori sasinë e kremës. Kjo krem mundet me u bo dhe me çokoladë të bardhë dhe me çokoladë të zezë, varësisht nga shija që e preferoni. Dhe jam i shtëdashur se si duket në gotë, unë po e lovesh pak të ftofët, po i largojnë dhe po i vendosi për dekor një dredhës të kuqe. Pasi që kam qef shumë që mbëlsirat të kenë ngjyra të ndryshme, të verdh, kuqe, gjelbërt, çfarë do që i jep sa më shumë ngrohtësi dhe dashuri mbëlsirës. Dhe jam i shtëdashur, ju thash që dredhëza e zbukuron, i jep ngrohtësi dhe shumë dashuri mbëlsirës. Opala. Edhe unë kanë janë me boshere kur gjozbohat. Kjo është një recetë të cilën mundeni me përgatit shumë lehtë në shtëpi. Ju të dashur, faleminderit që gjetët kohë të na ndeshni dhe shihemi të dielën e ardhshme. Mirëmbëjtje. Miq të nderuar, mesazhit të cilin e ka dërguar, apo SMS-i pazarar të cilin e ka dërguar doktor Florini te miqtë e vet, është ky. Jom ka mendoj mu kthy me jetu në Prishtinë, po vallai s'po gjej shtëpi tamam. Krejt qyteti u mush me banesa. A din na i zonë ku muj me gjet na i vill a shtëpi 4-5 katëshe. Pak pidel banesa 125 metra katror, po 4-5 katë edhe hiq, jo 2 katëshe, 3 katëshe, po 4-5. 4 deri në 5, po. A kishe mujt me jetu një shtëpi 4-5 katëshe? Po. A po? Po. E që kishe bo? E kisha shfrytzu veç një dhomë për me punu e. E tjerat? Tjerat i kisha lonë shprast. Po mësohet njeriu, edhe në qasi shtëpia mësohet. Po mësojke, po mësojke. Skuzoni, këta është më lemru. A ka shkon bin? Qëka e të bu? Po shumë të këtar? Që kum ki në Prishtinë, me disë Prishtinës. Në shpeja në Udhve. Udhve. Me ka një vetëm e t'i këndë? Jo, jam me do shoke. Do shoqe të mira. Nga me hirë valone sa dolla pi venit për të shpeja një sa. Okej, atër frati mos vëlla pa lidhe se jam me një emision këtu. Janë të Geraldina Vula në televizionin 21, janë të dhonë intervjis pra. Dhe ta qova se ma qënë këto një SMS, për me të pyetën se a mund me ma gjetë një banese për të mu këthin në Prishtinë. Një shtëpi 4 katë. Një shtëpi 4 katë që për dhëtë Geraldina Vula. Ato të ndëgju në telefon, jenë interfon. A që a thome emnin lagjës? Po. Lagjës, thuja lagjës e emnin po.
zgjidhjet e Royalin na ku marrë vetë me Visarin vallai. Ne marrim mirë dhe mirë, beso. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tung. Shkumbin Jusufi është një farmacist i cili ka disa banatore këtu në Prishtinë. Rrim bashkë dhe ka punu si kuadër në fakultet farmacisë, mirë po biznisi. Po ma mirë biznisit. Doktor Plora si di u mu lajmëru, po si aqova telefonin. Miqtë të nderuar, tani do ta përmbledhim praktikisht këtë rrugtimin e doktor Florinit me Austrinë dhe lidhjen me Kosovën. Kur vendos doktor Florini për shkak se ftesat i ka pas të pandërprera që të vi, që të kthehet në Kosovë, dhe doktor Florini vendos që një pjesë të kohës të vi dhe të përgatis staf të ri këtu, por edhe të jetë pranë pacientave kosovar. Kur ka qenë koha kur ti tha nuk do të qëndroj komplet mujin në Austri për shkak se i duhem Kosovës? Është një rastësi, duhet ta cekja atë emën, shkaktar për me ardhë këtu. Natyrisht dëshira ime ka qenë, po ka qenë doktor Habib Jakupi, të cilin duhet ta përshëndes përzemërsisht. Pronarin e Euromedit. Pronarin e Euromedit, ku edhe kam punu në disa vite atë kohë. Doktor Habib Jakupi ka qenë vetë, edhe është vetë një radiolog shumë i suksesshëm, por ka pas atë kohë guximin dhe idejen me hap një spital për me punu këtu. Dhe unë t'ju them të drejtën, kthimin ose ardhjen këtu e kam lidh pak edhe me profesionalism, pak edhe me patriotizëm. Tash nuk po duan më bë këtu noli ose ku e di kushi, por dëshira ime për me ardhë këtu ka qenë me që mon nuk muj keme abajt shpyrti që këtë ide se pacientat shqiptar kokën e kthyme në Shkup, në Beograd, e ku di unë këtë dëshirë kam pas dhe i kam thonë doktor Habib Jakupit do të vi që ta nalmi fluksin e pacientëve për mos me shku në Shkup, ose në Beograd, ose ku diku, me që pat mi nis me u kriju disa kuadrat të cilat kemi mujtë mi u afru pacientëve deri dikun shumë shërbime kualitative, edhe sot e kësaj dite shumë jam krenar që një pjesë e kemi arrit, por jo krejt me që ende kemi disa njerëz që janë edhe mirë që është shtu me shku me marë mendime tjera, me shku prap në Shkup, me u kthy prap të ne, bile po vjen shumë mirë se që tash po shkojnë pacientat në Shkup dhe po vinë me komplikime mu trajtu të ne në Kosovë, jo të mësë të unë, se ka tash edhe plot kirurg tjerë, ortoped dhe traumatolog këtu në Kosovë, të cilat kanë marrë shkollat mira, kanë bërë punë të mira, edhe që KUK-ja ka kuadrat e vetat mira, por edhe në mjekësinë private janë disa kolegë shumë të mirë, të cilat bile para një 4-5 jave shku me një meeting në Varshavë bashkë, dhe ne jetëm pak bashkë të ndryshuan mendime, në këmbi mendime shumë. Do të çajo ka qenë ideja, por po ju them me të vërtet me shumë vështirësi, se nuk është lehtë dikun mes 80 dhe 100 fluturime me i bë me një vit. Do të ka qenë shumë e vështirë. Unë me këtë rast dua t'i falenderojmë doktor Habibit për shkak se miq të nderuar, pak para se të futeshim në emision, erdhë me përshëndet njëra nga pacientet e cila është operuar në Euromed, në ato fillimet e para, e që është nëna ime. Ti i ke operu edhe nënën edhe babain tim të njëjtën ditë, edhe të dytë kanë qenë pip si kikirik që thonë. Edhe pasa mirë po hecën është 91 vjeç edhe nuk ka pas kurfar komplikimi, por i është përmbajt gjithmonë rregullave të cilat ja ka përcaktuar doktor Florini. Sot më tha doktor, përveç lavdratave tjera, duke përcjell rekomandimet që mi ki dhonë prej asaj kohe, sot jam kështu dhe me të vërtet me një moshë 91 vjeçare, duket 91 është nëna po, me qenë e panvarnë dhe me i kry këta funksionet dhe me qenë kam dveta, mirë po, unë edhe vetë e pash në dhomë, me 91 vjetë me ullë, me i bon ushtim me biciklizëm, është me të vërtet fillimisht me spar një ndërtim, për edhe një vullnet shumë i mirë dhe duke pa benefitin, dhe thot është i netë prapë dhe me 91 vjetë me hecë kam veta, me shërbim me punë të veta, është natyrisht shumë. Unë atëherë, të them të drejten,
kam pas pak emocione se me ja marrë prindit dikuj një mikeshës shumë të afërt me operuën, ka qenë pak mirë, po ata të cilët ofrojnë shërbime speciale, bojnë e shërbime për special. Dhe fatmirësisht ne kemi qenë edhe jemi kontaktuar ma vonë dhe punët që nga shku mirë për prindit tu, por edhe për shumicën e pacientëve, tani nuk mund ta globalizoj se unë nuk i kam çdo herë ato sukseset që dëshiroj të cilët janë kanë jetë mbarën prej meje, kanë erë jo prej meje, se ai kirurg që thotë s'kan pas kur komplikime, ati duhet me ikë. Se nuk është kirurgu i cili s'ka komplikime, ai nuk operon. Absolutisht. Prandaj edhe përmenda atë kur folëm për shputën diabetike. Jo gjithmonë dalin rezultatet ashtu si kemi dëshirë ne si pacienta, por edhe vetë profesorët. Shpesh edhe ne vetë kemi faj. Për shembull që unë si paciente, doktor Florinit, më ka thonë, heki kilat, do pso. Po unë, përshë që po duk na ma mirë? Po, shumë. A përshë që po duk na ma mirë? Po, kam dëgju doktor Florinit dhe i kam hyrë një diete, praktikisht për çdo ditë ka 50 gram t'i heki, mirë, jam në rregull. Por, mund të them që shumë ma mirë jam me të dy këmbët, faleminderit shumë. E krym me këto çështjet personale dhe tani dua të kthehem në një gjë që e përgatit zakonisht për ne Ben Apolloni, regjisori Ben Apolloni. Dotore, këtu janë 5 pyetje në kajmak. Të themi kështu sikur a ke hongër çebapa në kajmak? 5 në kajmak. Ku i ke hongër herën e fundit? Pa tash jam të ikti në... Po, a? Po, pak ma shumë... Ma healthy. Po. Ma healthy, oke. Edhe po, ma ka pak. Ma ka pak. Edhe jam të e bon një agjerim interval që një 5 vite. Po, jetë e ba këtë intermittent fasting. Po, edhe shumë për një vetën mirë. Prej orës sa deri në orën sa nuk po hanë? Prej orës 8-9 mramje deri në ora 4 mas ditët e nesërmen. Dhe me thonë 18-6. Sa mirë. A pas ke hangër buk tash? Kam hangër shumë pak se unë prasë me arë këtu isha të vajzat e jeta, të vajzat e cila banon këtu në lagje me ju po. Dhe ajo i ka disa specialitete japoneze shumë të mira. Dhe bile është i shpërnda kështu në qëtash për njerëz cilët kanë interese. Dhe më ofroj një 2 që si di emrat shitseki, po shumë të mira dhe që ato pak... Pa tjetër. Po vajza me ta bojë mos me hangër është mëkat, është gjyna. Dotore, pozojmë që këtu janë 5 sushi. Prej se cilit kavanoze merë nga një sushi. Ka filloj për qëta që të më ofër. Po. Edhe përgjigje shpytjet i ka pregadit Ben Apolloni. Ta shojmë që ka ditë me shkretu Beni. Një pyetje qenka profesionale dhe shumë mirë, çka nuk duhet bërë kur të dhe mesi. Tash, Apollonin duhet me pyetje, na ke menduar kur t'i dhem mjedisi apo mesi, se mesi geografikisht është shumë interesant me cek, po. Mjedisi, garant. Jo, kur është Beni në pyetje, nuk e di. Nuk e di, po. Nuk e di. Pra, do të në aspektin ortopedik, pozitat e gjysmën përkulluna që i bojmë gati zakonisht për çdo ditë, posaçërisht gjinia femnore me se pak kanë ndryshuar tash edhe mashkujt po rrinë shumë në kuzhinë. Pozita e gjysmën përkullur dhe pozita e adekuate dhe ngritja dhe bartja e peshave të rënda është shumë kontraproduktive me që mund me bën telashe shumë të mëdha, me dëmtue diskuset, me zonë nervat pisk, me bën pareza, paraliza, më thonë, pozita e gjysmën përkullur dhe ngritja dhe bartja e peshave të rënda është shumë të korrigjohet këtë kujdes. Shumë bukur. Ani dhe agron. E ndëgjoj agroni. Këthe falemderit Beni për pytjen. S'ka me bajt pesha, s'ka me lajen, s'ka me bo me hangër. Që ke fundit po më pëlqen ma shumë. Doktor, është e vërtet që burrat ankohen më shumë se gratë për dhimbje. Edhe agron një të sfidu shumë, se me inet të drejtës, po duhet me u solidarizu, ose me inet ka gratë, po në si burë kësha dash me solidarizu me burat ma shumë. Mirë po, definitivisht, jo vetëm se këtu, por edhe në gjithë botën si duket, burat me të vërtet ankohen ma shumë. Dhe i tolerojnë ma
pak Ma dhimbje se dhimbje. gratë. Pse? Nuk e di, ende unë nuk jam marrë me këtë punë me sqaru, por si duket ne burrat e kemi një ndjenjë, është mendimi im. Nuk është me shkencë i bazum, si duket ne ndjemi vetë që ndoshta po mbetemi vetë. Dhe për me tërheq pak ma shumë vëmendjen, me na usilë rreth rrotull, me na bon sa i gjime, na i letu punën, më duket se për çto ankohemi ma shumë, se dhimbja viza analoge e dhimbjeve, do të thonë, se sa janë dhimbjet e nalta, ato janë të njëjtat e burrave dhe të meshkujt, ama unë individualisht e kam menduar që për me qenën ma të sigur që kur të jemi të smut, kanë me na këshyra, andaj këndej më duket për çdo pak ankohemi ma shumë. Po më sua në kobre se të këqyri. Dottore, Beni pas ka bë pyetje fantastike. Bravo, Benoa. Ta shohim. Atë vinë pacient që krejt i din se i kanë lexuar gjërat në Google. Kjo është një pyetje shumë e mirë. Edhe është një pyetje shumë e qellume, me që me të vërtet është temë diskutimi shumë. Dhe kur vinë pacientët paka shumë i nuhat që kanë hyrë dhe kanë lexuar. Mi po natyrisht si profesionalisht më njëherë din që është larg çdo realitetit. Po unë e kam një të mirë që i ndigjoj, dhe në fund i thonë pas ke lexuar boll në Google ko kështë lodh, po të kallë që je larg realitetit. Dhe aty e din me njerë që unë i pas në ditë po s'po dishna faktikisht asgjë. Por kuptohet, janë disa njerëz se për shembull jo vetëm se në Google, po në ditë sodit me ChatGPT e me inteligjencën artificiale për një mend po din shumë, posa që gjeneratat në treja. Dhe për qatë edhe ne duhet të jemi shumë përgatitën profesionalisht, mos me uskuqen dhe me ditë njerëz me u tregu që kjo është që e ki lexu, por realiteti është tjetër. Ama ka boll njerëz edhe ka njerë bon këto pak edhe të cilët bojnë komplikime se pritin shka shkrujnë Google dhe jo gjithmonë, këta për ja thënë të gjithë pacientëve, të gjithë ata që në ndëgjojnë, jo gjithmonë analizat dhe mendimet në Google janë të dhënën prej profesionistëve. Ato mund me thonë, ti nëse ma zemë të hinë thue këshyre, në qofë se ki probleme me shputën diabetike, duhesh me bërë qëto, ka thonë në gjeri, për nuk ka thonë gjeri, për ka thonë dikush që shtu po thotë në Google. Prandaj të thotë, ka njërës të këtil, mirë, por në qofë se i bind ata që ke lexu, por nuk është profesionalizëm, atër është pak ma letë, por edhe duhet me ndëgju se nuk ke logari mu për dalë mund zonë. Absolutisht. Mirë, po ajo që ka është ma e keqja që kur po futen në Google, se anë i pari del kanceri, se anë i dyti del, gjithmonë diçka i del ma e keqe se sa në realitet që e kanë. Për qatë për them edhe nuk i rekomendoj shumë se ndëgjoni. Në Google, për shembull, po flas për branshën time, për ortopedi dhe traumatologjinë. Shifet një hije, për shembull, në ashtë. Google me njerë e shkruan një hije e cila mund të jetë kancer i eshnave për traumatologjinë. Kur të vjetëm ndëgjoj lekit, mund se s'ka gjo për kësaj. Dhe të janë senet të cilat sot ka qenë një pacient. Doktor tha këshirë ma që këtë rëngen, tha që po të këshirë njerë si pacient, ma ndaj rëngeni, se që shtu është të rë. Jo e tha, këshirë tha se kam lezu, tha dhe jam tha në depresionet që 4 ditë kam midë se kam prit. S'kish pas kur gjoheq, thash pas ki lezu në vend gabuar, të ka orientu dikush gabimisht, për ndaj thot, Google është mirë më informu, mirë, po jo gjithmonë komente dhe mendimet janë profesionale. Faleminderit shumë. Vetëm prej profesionistit. Bravo, Ben. Një këshill brutale për njerëzit që ankohen për dhimbje, por nuk lëvizin fare. Për mu, kom e të mytë. S'është e vërtet, tash nuk është e vërtet. Ka qenë e vërtet para një 2 vitesh, tash s'është e vërtet. Për ju them një fjalë gjermane se është e fortë. Gjermant, kur e keni këshina për filma, kur rriti kush mërë i thotë raus, jashtë. Do thotë, ata njerëz të cilët rrinë janë kur në dhimbje dhe nuk lëvizin fare, ata vetëm se çka i shtojnë dhimbjet, se dhimbjet nuk shërohen me sedentarizëm, me ulje. Edhe përveç asaj, lesi ulen edhe rrinë, po ja krisin duhanit.
dikush edhe alkoolit, dikush edhe pitës, flijes, andej këndej, do thotë i bëjnë të gjitha ato sene që nuk duhen, prandaj ideja më e mirë, ato që kanë dhimbje dhe nuk lëvizin, fillimi i parë me bën hapat e parë, natyrisht duhet konsultohen me njerëz ku i kanë dhimbjet, që i kanë dhimbjet për me bën lëvizje çfarë duhet, mirë po me hec, me dalë me shetitën është lëvizja e cila është minimum kërkesë, prandaj do thotë jashtë prej shtëpisë, jashtë prej fotelës, jashtë prej kauçit, me shetitën, spaku, do thotë, tash dikush thotë ti kur shetitë ti, unë tankon jam shetitje se unë s'ndalem hiç, ama sedentarizmi dhe qëndresa në vend për ata që kanë dhimbje është sendi më i keq, se këshire për shembull posaçisht e ju gratë, osteoporoza. Osteoporoza është është një sëmundje e sedentarizmit, e netjes ullë, konsumimit të duhanit dhe të alkoholit. Dhe lifestyle. Lifestyle, po. Në qoftë se del shetit, ushqesh mirë, nuk pin, tash, dëgjoni, unë s'po imi thonë këtë Kosovës në alkoholin dhe në doni, se kjo kishme qenë një utopi, mirë po, janë faktorë të cilët do thotë të largojnë prej osteoporozës. Ka njerëz që kanë osteopenia është një shkallë para osteoporozës, se nuk është e bransha ime shumë, se nuk më këtë punë, por këtë punë i di shumë mirë. Do thotë, në qoftë se ka dhimbje dhe nuk lëvizin, vetëm se shkajshtojnë dhe i bojnë vetes keq. Prandaj jashtë lëvizje, aktivitete kuptohet, këta që kanë materi edhe me sport e me kujtun çka. Faleminderit shumë. Faleminderit Beni për pyetje, kam vetëm edhe një. Ta shohim. Ta këshyrmi çfarë surprizë Ka ba Beni fantastike, pyetjet fantastike, përgjigjet edhe më fantastike. Lakna, ju e kosovarëve duhet m'ja majtë një kurs për gjumë të adimi. Lakra. Jo, lakna po m'vjen mirë. Po gjiza, unë kur kam nisën me kontaktu e sefte këtu në Kosovë, sefte i kam mësu që i ka gjithë but, gjithë fort, gjithë fort. Ne në Maqedoni nuk i kemi qështu. Ne kemi gjëjën gjë, edhe gjëjën gjë, qëjën që dhe qëjën që. E këtu e ka shujt ki lakna gjiza, ne i thujmë gjizë. Në Kosovë i thujmë gjizë. Lakna gjiza të lyni i bolicës, apo të trijat bashkë, për të ndihmuar zbutjen e dhimbjeve në nyje në gjuhë e tjerë. Kjo është një send shumë i mirë, kush ka qenë te unë, e din se një prej rekomandimeve, posaçisht gjizën se të linë bullicës sot të vështirë me gjetën, por e ndjera nona ime kur kishte dhimbje shumë, veç kur shish në paketimet e lagnës, oj non çka e të bo, veç që kjo po ma hek nonës. Do thotë janë barnë, se ndëgjoni barnat banë e dini prej natyrës. Çdo send, a posaçisht ne në Austri, në gjizën me ardhmën e partin të na, reparti vjen era gjizë. Do thotë janë sene të cilat kanë me të vërtet efekt shumë pozitiv, por nuk janë shërues. Nëse ka veç patologji, nëse ka probleme, për shembull ke kacek gjunin, ke probleme me meniskus, ke probleme me ligament me sen, ato i zgjedh vetëm se skalpeli. Ama punën e ndezjes, punën e kalljes gjurit, problemet e kërcit, mbërshellësit ashtit, janë sigurisht sene të cilat ndihmojnë më shumë se paleta e omegave, çomegave, ku e di unë, ne do të thonë që janë sene të cilat unë shumë rekomandoj dhe është mirë me i përdorur. Faleminderit shumë. Edhe për këtë pyetje edhe për këtë përgjigje. Ndërsa në këto çaste përfunduan 5 pyetjet në kajmak, apo 5 qoftet në kajmak, apo 5 sushit e jetës, përfunduan, ne do ta ndjekim recetën e Deas, recetën e Mamadeus, dhe pastaj i kemi 10 pyetjet për doktoren, që do të marrim 10 përgjigje të shpejta. Miq të dashur, po takohemi sot për ta përgatitur një drekë speciale. Drekë speciale dhe tepër e lehtë, e çfarë është më e mira për dëshirën e të gjithë fëmijëve anë mban botës, nuk ka qep e as hudhër. Është një drekë të cilën do ta bëj me pasta. Unë i kam këtu pastat e Grasanos. Këtu që i kam zgjedh janë mini pipet. Për ndryshe kështu duken, se do në sot hera e parë që jam mësova emrin, janë këtu. Kështu e pas kanë emrin mini pipet. Nga mësoj Grasano sot, faleminderit Grasano për këtë mësim. Uji veç më ka vlu, kështu që unë me njëherë po i hedhi
për me uzi. Për ndryshe shumë njerëz thonë që nuk i hedhin gjatë zirjes pastave krip, po une kam dëshirë me i shtu edhe krip. E vaj nuk i shtoj sepse vaj nja shtoj salcës mjaftushëm. Në anën tjetër, derisa të na zihen pastat, ne do ta përgatisim salcën. Së pari, do t'i shtojmë vaj ulliri shkrela, si gjithmonë. Këtu kam tun dhe kam kaperi, të cilat janë të njelmta. Nuk ju rekomandoj t'i hedhni shumë, mirë po, 4-5 kokra sa për shije, dhe tash është koha për salcën e domateve nga Green Garden. Ekstra salcë e domateve tepër e mirë. Ja ndalim pak temperaturën. I shtojmë krip, pak, për shkak se i kemi kaperet cilat janë mjaft të njelmta. I shtojmë spec të kuq, piper të zi dhe oregano apo rigan. Makaronat janë zier, edhe ne taman janë zier al dente, i fërgojmë pak, era fantastike. Po m'duket që jam ndetë diko. Vetëm edhe pak oregano do t'i shtoj edhe për pamje edhe për shije. Edhe po e marrë me njëherë një piru, edhe nuk po m'pritet, po me njëherë du me i provu, e juve ju dëshiroj një të djetë të këndshme. E ndoqëm recetën e Mamadeus, ndërsa tani, doktore, një përgjigje të shpejt, tash thuje me një fjali, ose thuaje vetëm me një fjalë, si të konvenon. Apo bëhen njerëzit dembel, apo vërtet më të sëmur? Më shumë dembel se më të sëmur. Kush i dëgjon më pak këshillat e mjekut, burrat apo gratë? Burrat. A ka pacient që duan mrekulli pa bërë asnjë ushtrim? Ka. Cili profesion po e dëmton më shumë shtyllën kurrizore? Kuptohet puna fizike, puna e rëndë, mirë po edhe ka shumë tjera të cilat janë një paletë e gjatë, cilat nuk duhet pak më gjatë me sjaru. Sa njerëz vinë tek ju vetëm kur nuk e durojnë dhimbjen më? Pak janë. Një e vërtet që pacientët nuk duan ta dëgjojnë. Që kanë një sëmundje kancerogjene. A ka njerëz që e dramatizojnë dhimbjen? Ka shumë, fatkeqësisht. Cili është gabimi më absurd që keni parë në palestër? Unë nuk shkoj shpesh në palestër me që nuk e dua shumë palestrën, por ka shumë gabime të cilat janë për shkak të mosnjohurisë dhe për shkak të njerëzve të cilët sot janë bërë gjithkush i trajnera dhe duhet aty ku janë këshilla të mangëta aty bën gjithmonë gabime. A është ulja gjithë ditën më e rrezikshme se mungesa e sportit? Sigurisht se po. Këteve që trajtuam më herët. Çka ju nervozon më shumë tek pacientët? Them të drejtën, jam mësu më me pacient, po mos ta them nështë këtë fjalë, po ignoranca është që më nervozon në parim, por ignoranca e një pacientit humb prej kontrollit, por duhet me marrë kontrollin me pas kontroll se ne nuk jemi në shitore me shi diçka, por ne jemi pas në mjek që duhet krahas krejtve edhe në momentet kur janë dikush një ignorant, edhe ato duhet me kanalizu dhe me sjell me qitë në vend ku duhet. Me qitë në brazd, që thojnë. Miq të nderuar, ne kaq e kishim me doktor Florinin. Unë e di që ju do të donit që ta mbanim edhe më shumë, edhe e di që do të donit që t'i kishim telefonatat e hapura, për shkak se e di që do t'a pyesnit doktor Florinin shumë gjëra të cilat unë nuk e kam pyet sot, por unë nuk e kam sjell sot këtu doktor Florinin që ta pyesim për gjërat profesionale të tija. E kam sjell që ju të njiheni me një njeri i cili ka pas sfidat e veta dhe ja sot ku është. Si një shembull se si mund të dalë edhe një i ri i Kosovës
dhe të arri atë që e ka arrit doktor Florini. Unë të falenderojmë shumë doktor Florin për kohën që e ke gjetë me ardhë të ne, të falenderojmë për të gjitha përgjigjet që i dha dhe në fund unë do të pyesja pse të kam ftuar sot, por e di që do të përgjigjesh pse jam mikja jote. Se sa herë të pys, thu, ti je mikja ime edhe pik. Pra ndaj nuk po të pyes fare pse të kam ftu unë sot, vetëm po t'i jap 2 dhurata të emisionit. Të kemi ftuar se je very important person, se je njeri shumë i rëndësishëm për Kosovën, për dijen që ke, për punën që bën, për komplet atë që pasqyron ti dhe personifikon ti. Ndërsa dhe këtë që je shembull i mirë për shkak se një shembull si ti duhet të ndiqet. Unë e di që kemi shumë të rinj të cilët e duan mjekësinë dhe ndoshta do ta duan edhe traumatologjinë, e pse jo të mos shkojnë edhe hapave tu. Kështu që të falenderoj për komplet kohën, për komplet përgjigjet, të falenderoj që je mjek i mirë dhe të falenderoj që je mik i mirë. Falenderit shumë për dhuratat, do të keni domethënie sigurisht për mua të posaçme, po nuk ke nevojë më falenderu se është gjithmonë një kënaqësi dhe një nder me qenën këtu, me që ne kemi bërë tani disa vite që njihemi, dhe njihemi më shumë se doktor dhe pacient, jemi miq siç e theke vet. Unë me shumë krenari mund të them që një pjesë të qëllimit ja kam arrit, me që kam disa doktora të cilët veç janë në rrugë shumë të mirë, ndoshta është pak subjektive me cek doktor Zuk Zanin, i cili punon me mua. Se unë për shembull nesër mas nesër nëse kam nevojë diçka nuk shkoj më në Austri, e kam doktor Zukën i cili më operon. Po ka edhe shumë doktor Zuka tjerë. Po thonë mos të baj pa drejt me cek me emra se mbetet dikush pa u cek, por me të vërtetë është një plejad e re e ortopedëve dhe traumatologëve shumë e mirë, e cila ndoshta ka më bërë edhe më e mirë se unë e se qetri. Unë edhe djalin e kam duke bërë ortoped dhe traumatolog dhe jam duke ja njell diqysh me thonë vazhdoj e këndej, ama peceki prap se prap. Me të vërtet kemi disa kolegë të mirë, shumë të mirë, të cilat sot janë të bërë një punë shkëlqyshme, ju uroj dhe i përgëzoj gjithë ata, s'po du me cek emna, se për një mend janë disa që du të me veçuën, por janë gjenerata të reja, më pëlqej njëherë doktor Qenim Kida tha, o profesor Florin tha, të rritë tha po bën dhe duhet bën më të mirë se ne. Do të thonë kjo është një mesazh shumë i mirë, thonë jam shumë i bindur se me që tani po kanë kushte dhe mundësi dhe po kanë rrethana se përpara pak ka qenë edhe shpëtirë specializimi. Ke qenë i kufizuar, s'ke mujt me dal. Ditë sotit veç a don me ditë. Unë derisa kam qenë në Austri kam pas gjithmonë derën e hapur për doktorat për me ardhur unë dhe kanë qenë plot ortoped. Duke filluar, mos filloj doktor Merkuri, doktor Blerimi, doktor Esha Vjolca, doktor Ganiu, e tjerë. Po edhe sot e kësaj dite, po ju lënë derën hapur me që e kam lënë një emën të mirë në klinika që, po tani edhe kanë kontakt edhe platinin atje, cilën ku munden edhe të rritë me vazhduan, me bo ndryshim edhe ndrrim të eksperiencës të përvojës dhe këtu në Kosovë me ardhen, me benefituan për atë sa muj me ditën dhe sa muj me mësun. Faleminderit shumë, të shëroj ty dhe stafit shumë shëndet të mirë. Inshallah shifim edhe në raste tjera edhe për raste të mëse të mirë. Shumë faleminderit doktore, edhe të uroj edhe unë ty një shëndet të plot, edhe gjëra tjera të cilat nuk fliten para kamerës se du mi thirë ndarë ke doj me pi pak pa ma shumë, veç pak, 1-2 gota. 3. E para dhe mrama numërohen, tjerët s'dihet. Po, të parën edhe mramën e numërojmë, tjerat është në Austri kur vinë, ku i thëmë sa ke pi, thot e majnë mend të parën të mramën, që ka ndodhë në mes nuk e dim. Po kur ja bëjmë promilet në analizat e dim se që ka ndodhë. Kështu që edhe ne me doktoren do të dalim dhe do të bëjmë një qef të veçantë, ndërsa miq të nderuar uroj që edhe ju të bëni qefin tuaj, është e diel, kënaquni, është një javë para jush, është mos harroni është qershori dhe në qershor është
lezet me dal me hec, tha edhe doktori. Dilni, hecni, mos rrini ngujut. Ama, mos dilni pa e shiku emisionin ton. Ju përqafoj.